çfarë bëhet shu, më thot stafi im që ndjek rrjetet sociale, janë fyer shumë militantët e Knetës nga tiki-taka ime me lul Euroatlantikun. Thokan u vika turp se nuk bën udhëheq si kështu. Po kur dëgjoni bufin, që merr rrugët me libër shpije për tjerët, ju vjen do pak turp apo hiç? Hiç se Kneta kështu e ka. Ca tjerë shkrua kanë se s'pas kemi program, prandaj unë po përdor lulin që të largoj vëmendjen. Thot bufi këtë. Ne kemi programi jo elektoral, si atas që s'kan gjë në dorë, po e kemi qeverisës, fush për fush, kategori për kategori sociale. Kur të vi dita e planifikuar, do ndajmë edhe me ju demokratët, piketat kryesore. Duroni pak ditë. Po mendoni vetëm kaq, kur BE-ja thot, hajde punojmë ditë natë, se do ju marrim në familje. Dhe ti mbyllim negociatat deri në fund 2027-s. Si thoni ju, na e thot për sytë e bukur, se program s'kemi, apo për atletet e mia, se ata janë zbathur në Bruxelles. Disa tallu s'ke pun tjetër, unë s'kam pun tjetër. Unë që zgjohem përpara jush dhe flej mrapa jush të gjithëve se kështu ma do të tyra. Se në këtë punë veç punë plot të tjera kam. Po dhe lulin punë e kam unë, deri 11 majs, pastaj ka gjumin e verës ai. Prandaj mos qani hallin e udhëheqësit, mos qani hallin e shtetit, mos qani hallin e popullit, mos qani hallin e programit. Për ato 5 minuta që harxoj unë me lulin, po qani hallin tuaj. Qani hallin tuaj dhe shikoni çfarë i duhet Shqipërisë nga ju në këtë moment. Ju me lulin harxuat 8 vjet, e mbajtët kryetar. Ju e mbajta apo e mbajta unë. Pastaj u kthyet prapë ke bufi, se do ju sillen pushtet pra. Ju kujtohet si ju tha, për 1 muaj ju sillen pushtet se e ka fajin luli. Po tani? Apo prapë lulja u ka fajin. Po kur? Kur se merrni ju me bufin rezultatin e 2021-shit me lulin? Rish trëmbër, fort drejt. Harrojeni. Prandaj, të paktën qeshni dhe ju pak. Për ato 5 minuta në ditë, se ngele duke qarë, nga humbja në humbje. Gjithë to vite, 9 herësh, dhe kjo e 10 do jetë çdo jetë. Prandaj, mos humni prapë. Hidhuni. Hidhuni këtej. Hidhuni siç po bëjnë plot. Ja, në Vlorë sonte jam plot me demokrata atje. Braktiseni Knetën. Bëuni me mua, bëuni me PS-n këtë herë. Hidheni atë votë shkret te kutia numër 5. Hidheni atë votë për Shqipërinë në BE. Hidheni atë votë për pasaportën e BE-s, për vete, për fëmijët tuaj, për nënat, baballarët tuaj. Andje se mos harroj, na që kanë mërzit nga këto diset e mia me lulin edhe ca që e shkruajnë emrin greqisht. Siga